Për të 20 herë me radhë deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar të premten ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimi i radhës ndodhi pak pasi disa organizata të shoqërisë civile i bën thirrje partive të arrijnë një marrëveshje që jep fund bllokadës. Ato thanë se krizat me bllokimin e konstituimit të Kuvendit ka kaluar çdo kufi të tolerueshëm dhe po dëmton jo vetëm Kuvendin, por edhe funksionimin e gjithë sistemit demokratik dhe institucional të vendit. Me 23 maj, ligjbërësit refuzuan për të 12 herë rresht që ta formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krijon e ri të organit ligjvënës. Çështja e votimit të fshehtë, që u propozua me një maj nga kryesuesi i seancës Afni Dehari, pasi e propozuar e lëvizjes vetëvendosja për kryetare të Kuvendit Alburena Haxhiu, nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në pozitë. Ato thonë se është jo kushtetuese. Mënyra se si lëvizja vetëvendosja po tenton që kryeparlamentarit të votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetueses të marrë një masë të përkohshme për ndalimin të mbajtjes së seancave, derisa me prioritet të trajtojë këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish në vazhdimin e seancës konstituive të premten, që ta propozonin një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca konstituive do të vazhdojë të dielën në 25 maj. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive, raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e kryeparlamentarit. Haxhiu e lëvizja vetëvendosja po konsiderohen si figurë përçarëse nga 2 parti, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Këto 2 subjekte kanë kërkuar që lëvizja vetëvendosja të nxjerrë emër tjetër për kryeparlamentar. Lëvizja Demokrate e Kosovës, ndërkaq ka thënë se nuk ka vota për asnjë të propozuar të lëvizja vetëvendosja për postën e kryeparlamentarit.